Nuk e shikoj se do ketë ndonjë. Kush më mirë se ju mund të ditë e lexoj Sali Berishën edhe kur nuk do të flas? Çfarë nën kupton kur thot ripërtritje e forcës politike sipas jush? Shiko, Partia Demokratike dhe veçanërisht Sali Berisha për një gjë nuk kanë vujtur kur. Për me gjetë fjalë, si për zbukuruar aparencën. Fillimi i ri, rithemelimi, ripërtritja. Do të thënë këto fjalë tani Mos kuptoni që edhe ky është vetëm kontekst estetik. Jo estetik, po janë fjalë gjenden gjithmonë, merr fjalorin, hapi rilindja tjetri, e kupton. Marrin fjalorin, hapin fjalorin, gjejnë gjithmonë. Me këto fjalë janë desemantizuar, kanë humb desemantizimin kur humbin kuptimin. Shkuptimohen. Se në semantikë ripërtritja ka pesh. Jo, ka pesh si fjalë, po kur në zbatim shkuptimohet nga zbatimi. Dhe këto janë fjalë të bukura që humbin vlerën në mos zbatim, në një zbatim kundër, të ndryshëm. Pra dhe herë po them që nuk ka vujt asnjë parti këtu për me gjetë fjalë slogane. Këtu gjithë ka talente që i gjen këtë përtritje. Këtu ka dy gjëra. Përtritja e fjalë që cilat janë se me sa kuptoj unë edhe këtë herë nuk arrin t'ju befasoj Sali Berisha? Po, ja ta ndihmoj pak Preshin, thot, PD do t'jetë partia e seksionit. Ja është ripërtëritja nën kupton antarësime të reja, ta lëmë më njanë inercin dhe apatin dhe të shfrytëzojmë me eficiencë potencialet tonë. Këtu në e hoshi kuriozitetin tërësisht praktikisht. Ripërtëritja që ka antarësime dhe gjaku i rinë parti. Jo, po tema e qëndronë, që do bëjmë më falë, pyetja juaj qëndronë, çfarë do bëhet me forumet drejtuese? Do zgjidhen ato? Shiko, e parë forumet, kushdo që zgjidhen, ne dim, se ne merrem me politikë, të katër. Edhe ju jeni moderatorë, po në fakt ju merreni shpesh edhe jepni opinione shumë të mira nëpër media të ndryshme. Alternativa është lideri. Është lideri. Ose që lideri s'quhet alternativa, alternativën e mishëron lideri. E pastaj lideri me qenë se e mishëron pozitivisht, a edhe njerëzit për qark i zgjedh paka shumë dhe të njëjtit standard. Kështu që nuk mund të fillojë kështu. Pra, lideri nuk ka se si mendojnë që është koha për ndryshimin e standard. Është mbrapsht, nuk ka asë një perspektive, them me keqardhjet më të madhe, nuk ka, sepse nuk të lejon politika ka liqësit e veta, politologjia, duhet me e bo pa liqësi. Ka liqësit e veta, duket sikur s'ka nga që nuk i shpreh me formule matematikore, por ato janë formule që kanë dalë nga përvoja gjata, nga precedent, që flasin shpesher edhe më saktë se sa formulat. Kjo është e para, e dyta, pastaj ai grupim politik do ta vuajë tashmë një gjë që ata kanë shqyrë statutin. Kush beson madh? Do të thënë, kush beson e dëgjova diku në lajme, ndoshta s'është e vërtetë, por që po thoshin që do ruajnë Nenin Basha. Ai s'ke qirun, ai ka vdekur nga mos zbatimi. Po pse duhet konservohet kur nuk është zbatuar asnjëherë, aq më tepër që nuk ju volit? Jo vetëm Neni, po edhe për ta hequr se hiç dot. Vetë statuti zëvendësohet me Nenin Berisha. Statuti. Ja do të kthejmë tani se shoh që keni një ide tjetër zot Evangjeli për Nenin Basha. Është asgjësuar nga mos zbatimi i disa neneve dhe kryesisht i Nenit Basha, po dhe i neneve përprimare që u bën ashtu si që u bën Deledash. Edhe ajo me gjas nuk do të preket, zoti Zogaj. Dhe është pra shtëruar nga mos zbatimi i neneve të brohuritura dhe nga zbatimi i neneve që s'ekzistojnë. Pra këtu s'ka si nen që mund të përjashtojë kandidimin kur i plotëson ato kriteret minimale. Zbatojmë ato që si kemi dhe i lëm pas zbatuar ato që janë eficiente në statut. Le t'i lejmë, bëjnë punën e tyre, sa më pak... Dhe s'mund të bëjmë ndryshe, thjesht tentojmë t'i lexojmë për hir të opinionit publik. Është kohë e fituar, do thoshte zoti Evangjeli që shpesh herë thotë që një gjë që se themi, një gjë që se thua qarë ke. Për një gjë që se thua si me ndryshimet në statut që edhe kur duhen nuk bëhen sepse nuk i bëjmë dot, po para se të shkojnë te ndryshimet në statut dhe tek mundësia e këmbimit të Nenit Basha, më thoni çfarë ju thot Berisha kur flet për ripërtritje? Po ndodh diçka apo realisht është një gjetje estetike për një konfigurim të ri viziv, siç thot zoti Zogaj? Një burr i mençur, po burr shumë i mençur në Tiranë, thot një herë me humor, se ka dhe humor,
që në botën e sotme moderne, shumë nga problemet do të zgjidheshin sikur të përdorej metoda e gjysheve kur digje gjella. Gjyshet atëherë trazonin edhe një herë përbërjen që të mos ngjitej pjesa e fundit me tenxherën e nxehtë. Unë nuk kam pasur mundësi ta replikoj me këtë, sepse atëherë nuk ishte bërë akoma referendumin në PD, për t'i bërë një pyetje, po kur është problemi lugës, si i bëhet? A trazohet më gjella? A trazohet? Kur luga vetë është problemi, si i bëhet? Kështu që o do digjet gjella dhe do t'jetë e pangrëndshme, ose duhet ndruar luga. Në rastin e... Lugën, me sa kuptojmë, me sa ne përktheu dhe zoti Sullo, hiqeni mend që do ta ndrojmë, kështu që shqetësohemi për gjellën. Atëherë le të dëgjojmë dhe të ndjejmë erën e gjellës së pangrëndshme që digjet. Edhe nëse themi që ripërtrihet. Tani ke kjo puna e ripërtëritjes, kam përshtypjen se kjo është një frazë e cila ka qarkulluar shumë, sidomos 2 apo 3 javët e fundit në Partinë Demokratike, që ka ngrirë shumë zemra në Partinë Demokratike. A thua vallë vetëm injektimi i gjakut të ri, antarëve të ri për cilët flet sot zoti Berisha? Sepse me shumë gjas, doktori ka një plan në kokë. Ka një plan në kokë edhe e di që me skalionin e tretë që ka pasur në 2013, me të cilën humbi zgjedhjet në mënyrë dramatike atëherë, e ka pothuaj të pamundur të bëhet të krijojë një ekip fitues 16 vjet më vonë, pra në zgjedhjet e 2029-s. Zoti Berisha e di që ka një takim të afërt me humbjen në harkun e një viti, që janë zgjedhjet lokale, dhe ndaj zhvilloi edhe atë që quhet referendum. Shikoni, t'ju bëj një krahasim që ndoshta mund të tingëllojë qesharat. Parë me këtë sy, duket që fitoria nuk është më objektive. Imagjinoni sikur Edi Rama të përdor po të njëjtën metodologji apo teknologji të zgjedhjeve në të gjithë Shqipërinë, siç përdori zoti Berisha në partinën e tij. Cila ishte? Kandidatët që tentojnë të më sfidojnë mua janë të pavlefshëm. Njëri është mik me banda, tjetri është hedhur në prerin e Ramës, tjetri nuk plotson kritere, tjetri nuk është fare antar. Thoni u gjetën alibit për të njollosur të gjitha biografit. Pikërisht, po sigur Rama të dalë edhe të thotë nuk mund të bëj zgjedhje me Sali Berishën sepse është non grata së paku në Britaninë e Madhe, sepse është i akuzuar për 1.000 të zeza që i ka bërë këtij vendi, nuk mund të pranoj të bëj zgjedhje dhe të kem kandidat përballë Ilir Metën, sepse ai është në burg, po gjithashtu me Fatmir Mediun që është në akuzë, në hetim gjyqësor, e kështu me radhë. Edhe ai ekskludohet? Dhe ja të ftojmë shqiptarët në një referendum, ku i thuemi vendos Edi Rama kryeministër ose jo, po jo. Dhe zgjidhej dhe ky problemi i zgjedhjeve. Po demokracia nuk e pranon gjë të tillë.